Për shembull më thjesht për me kuptuar ekuilibrin që ka Islami është edhe ndalimi i murgërisë. Në Islam nuk lejohet domethënë murgëria, as nuk lavdërohet kuptimin që edhe sikur dikush me vetë iniciativë të vetë flijoj për një asketizëm të këtij, nuk është domethënë i lavdruar, saktësisht madje mund të jetë edhe ashpër i qortueshëm për arsye sepse është larg modelit që e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj kur ka ardhur dikush te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe dikush ka thonë nuk do të martohem, ai tjetri ka thonë nuk do të bëj gjumë, ai tjetri ka thonë nuk do të ndalem sa agjëruarin, kuptimin që kena mu përkushtuar shumë në adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kjo është me dal prej rrugës sime, në kuptimin që rruga drejt në cilën na kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rruga e cila ka përkushtim për ahiretin, po ka edhe shijem të kësaj jete, ka përkushtim për të fituar sa më shumë shkallë dhe grada në jetën e mëshimit, po edhe ka përpjekje për me bëj jetën sa më të mirë, domethënë në këtë dynjë. Dhe këtë kjo fe që ka këto vlera, ka vlerën e kompletimit, vlerën e gjithëpërfshirjes dhe vlerën e ekuilibrimit, e ka vlerën e shtuar që është domethënë në veçantia e tij, që është domethënë fe e garantuar.